Historia e krimit të organizuar shqiptar e ka zanafillën nga fillimi I viteve 1990. Regjimi komunist I Enver Hoxhës sapo kishte rënë. Momenti kyç erdhi në vitin 1997. Rënja e skemave piramidale zhduku kursimet e qendra mira familjeve. Shpërthyen trazira, arsenale ushtarake u platëshkitën dhe miliona armë dolën jashtë kontrollit. Në atë kaos dolën dhe u konsoliduan grupe kriminale, të afta të pushtonin, hapësira të lëna bosh nga shteti. Mira qytetarë shqiptar kaluan Adriatikun, ku mes atyre që kërkonin punë dhe stabilitet, u shfaqën edhe rrjete kriminale në zhvillim. Fillimisht krimet ishin të përhapura në vjedhje, grabitje dhe prostitucion, por deri në mesin e viteve 1990, bandat shqiptare kishin krijuar një rol strategjik në trafikimin e heroinës përgjatë rrugës ballkanike. Krimi shqiptar përbëhet nga klane familjare, të lidhura nga gjaku dhe lidhje territoriale. Një tjetër tipar dallues në vitet 1990 ishte dhuna e drejt për drejt dhe demonstrative, larja e hesapeve, rëmbimet dhe konfliktet e armatosura. Me kalimin e kohës u përqendrua në pastrimin e parave. Sot krimi I organizuar shqiptar konsiderohet ndër më dinamikët në Europë, me një zinxhir nga furnizimi I drogës në Ballkan deri në Amerikën e Jugut.